Me kërkesë të autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, Forca e Sigurisë së Kosovës ka angazhuar një kontingjent të specializuar të kërkim shpëtimit nga Regjimenti i Mbrojtjes Civile i Gardës Kombëtare, i cili i u bashkua operacionit në zonën e Klosit për kërkimin e një personi të zhdukur në rrjedhën e lumit mat. FSK njofton se pas angazhimit intenziv dhe bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet shqiptare, ekipet e kërkim shpëtimit arritën të lokalizojnë dhe të gjejnë trupin e pajet të personit të humbur. Komandanti i FSK-s General-Lejtnant Bashkim Jashari, në emrin e tij personal dhe në emër të gjithë personelit të FSK-s, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e viktimës. Gjithashtu, komandanti i FSK-s falenderon personelin e angazhuar për përkushtimin, profesionalizmin dhe disiplinën e treguar gjatë përmbushjes së këtij misioni, thuhet në njoftim. Forca e Sigurisë së Kosovës mbetet e përkushtuar në misionin e saj humanitar dhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal, gjithmonë në shërbim të jetës, sigurisë dhe mirëqenies së qytetarëve.